kapital, vetëm për të vit. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt. Vazhdojnë diskutimet në studion e emisionit tonë edhe gjatë kohës që ju ndiqnit publicitetin në ekranet tuaja. Siç edhe e përmenda në nisje të këtij emisioni, të kësaj mbrëmjeje, një qytetare ka zgjedhur emisionin Njerëz në Fokus për të bërë këtë denoncim. Ndiqeni. 2 magazinat në Fier dhe ajo në Tiranë duket se nuk janë të vetmet që falsifikojnë etiketat e ushqimeve të skaduara për t'i hedhur më pas në treg. Emisioni Njerëz në Fokus sill një tjetër denoncim, sipas të cilit një fabrik qumshti në kryeqytet ndryshon datat e koseve me fruta e më pas nxjerr sërish në shitje. Ndryshon datat, se e di shumë mirë, se punon një kushëria ime, edhe dha i ndrojnë te këto, që i ndrojnë datat, që vijnë datat skemat e këtu, edhe thaj kur skedojnë, i marrim mbrapshta edhe i ndrojmë datat me laps edhe i shesim prapë. Ku punon kushëria juaj? Në një firmë kështu me këto të qumshit. Pa. Edhe sa ja ndrojmë skemat ato datat. Po, e di kushëria juaj që kjo është diçka e palishme dhe që mund të rrezikojë shëndetin e shumë qytetarëve? Shumë mirë dhe edhe nuk i blen dhe këto. Nuk i blen, i fëmijëve t'ja blen qumshin kështu aty ku njeh. Edhe këto kosat e frutave janë të skaduara tha dhe i ndrojnë ato data tha dhe i shesin. Si quhet firma ku punon? Për zotin nuk e di, po... Sipas denoncueses, ajo është e gatshme të jap dëshminë e saj edhe në organet përkatëse. A është e gatshme të denoncojë në polici ajo këtë rast? Po. Është e gatshme. Po. Edhe unë bashkë me ta. Denoncuesja nuk jep detaje rreth emrit të fabrikës, por bën me dije se e afërmja e saj punon në të prej 4 vitesh dhe se ajo ndodhet në zonën e Paskuqanit. Ajo është e rezervuar pasi i trembet largimin nga puna të së afërme së saj, por tashmë gjithçka mbetet në dorë të autoriteteve policore për të zbuluar këtë aktivitet të palishëm. Si reagojmë pas këtij denoncimi, zoti Rica? Falenderoj qytetarën që kurajon që ka. Patjetër që ky është një fenomen shumë shqetësues, prandaj dhe strukturat e policisë dhe gjithë strukturat tjera janë të angazhuar maksimalisht për të evidentuar dhe godit çdo rast për shkak të kundërlishmërisë që përbën fenomeni dhe pasojave që sjell në shëndetin dhe jetën e konsumatorit. Sidomos fëmijëve, mendosh që koset me fruta i konsumojnë shumë fëmijët. Unë doja të sqaroja, domethënë, legislacioni është i qartë për ato që duhen ta dinë, por për personat, pra grupet apo personat që përfshihen në këtë lloj aktiviteti të palishëm, legislacioni penal është i ashpër. Në rastin konkret që trajtuam për rastin Kashari, po themi, falsifikimi i stampave apo formularëve është neni 190 i kodit penal që parashikon dënim me burgim nga 6 muaj deri në 4 vjet dhe kur është në bashkëpunim deri në 5 vjet. Por nëse këto produkte sillen pasoja për shëndetin dhe jetën e qytetarëve, pastaj mund të klasifikohen edhe në bazë të nenit 288 të kodit penal, pra prodhimi i kundërligjshëm me artikujve që të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, dhe nëse kanë ardhur pasoja, sanksionet penale shkojnë deri në 10 vjet burgim. Flitet për pasoja vdekjeprurse apo pasoja në jetën pasoja dhe shëndetin? Janë, duhen edhe helmimi, po themi, vetëm helmimi, nëse pasojat janë për shëndetin, parashikohet në këto sanksione, nëse pasojat janë me vdekjen e personave, pastaj sanksioni penal fillon nga 5 vjet e sipër. Pra janë sanksione të rënda penale dhe kuptohet në çdo rast që policia do të ka informacion, do të zbuloj apo do të hetë raste të tilla, përgjithësia do të kuptohet, do mbledh gjithë provat e mundshme për të provu, për t'i dërgu para drejtësisë dhe sekuestruar. Pastaj dhe pasojat përveç ndëshkimit penal dhe sekuestrimit gjithë pasurisë, në gjitha këto raste, ne po përveç veprës bazë, që është në rastin konkret falsifikimi apo prodhimi kundërligjshëm, hetohet edhe për pasim parash apo vepra tjera penale të lidhura me të, siç janë evazioni tatimor, pra fshehja të ardha apo vepra tjera të lidhura me këtë. Rastin në fjalë do ta hetoni, zoti Rica? Patjetër, ne do të gjejmë mundësinë të kontaktojmë mbase edhe nëpërmjet. Ne ju vëmë në dispozicion numrin e telefonit zonjës, mund të komunikoni me të për të marrë të tjera detaje. Qytetari është
nëse dëshiron që nesër mund të komunikoj edhe me mua drejt për drejt për të sqaruar problemin nga afër apo me persona të tjerë përgjegjës në jurisdiksionin ku ajo ndodhet. Ne do t'ju ndjekim. Ndërkohë, zonja Shehu, po më thoshit gjatë kohës së publicitetit se AKU-ja gjatë 2014-s kishte kryer 29.710 inspektime në rang kombëtar. Me qartë. Këtë zonën e Paskuqanit e kishit inspektuar? Sigurisht. Pra ju e dini paka shumë ku ndodhet kjo fabrikë për cilën po flasim, edhe pse nuk ja publikon emrin zonja. Nuk e dim. Sepse në rast se ne do ta dim, veprimi ynë do të jetë i menjëhershëm, do të jenë masa emergjente, të jashtëzakonshme, AKU-ja do jetë e tëra në këmbë. Megjithatë falenderojmë teleshikuesin, konsumatorin i cili na vuri përballë një situate, na paralajmëroi për këtë situatë jo të zakonshme që ndodh në zonën e Kasharit, në zonën e Paskuqanit. Kjo nuk na shmang nga përgjegjësitë që ne kemi, por ama ne nuk mundet të anashkalojmë atë punën e madhe gjigande që është bërë nga AKU-ja, megjithëse një institucion i ri, vetëm gjatë vitit të shkuar, vetëm gjatë 2014-s, ka bërë asgjësimin dhe bllokimin e produkteve të skaduara, jo të përshtatshme për konsum njerëzor, rreth 10.137 kuintal në rang kombëtar. Pra janë bllokuar, janë asgjësuar, kanë dalë nga qarkullimi vetëm fal punës së AKU-s. Po ashtu janë penalizuar rreth 277 subjekte, jo thjesht importues, tregtues, përpunues, ambalazhues, shitës të vegjël. Të gjithë këto të cilët tregtojnë produkte jo të sigurta për konsumatorin shqiptar. Janë marrë masa të tjera drastike deri në pezullim aktiviteti dhe bëhet fjalë për vitin 2014 rreth 414 operator biznesi, të cilët janë mbyllur, janë pezulluar, ju është bllokuar aktiviteti deri në përmirësimin e kushteve, përmirësimin e infrastrukturës, kompletimin e dokumentacionit shoqërus, sepse theksova dhe më përpara, autoriteti kombëtar i ushqimit operon në disa drejtime për sa i përket kontrollit sigurisë ushqimore, duke filluar që te kontrollet rutin, që tek vlerësimi i gjurmëshmërisë. Çfarë kontrollet rutin? Këto kontrollet rutin, për shembull, pse nuk janë zhvilluar në zonën e Paskuqanit, me që po marrim rastin e denoncimit konkret. Ju nuk keni dieni se aty ndodhet një fabrikë e tillë, e cila funksionon nga prej 4 vitesh edhe Nuk besoj që mund të jetë fabrike mirëfillt e prodhimit apo përpunimit produkteve ushqimore. Mund të jenë ambiente legale, punishte, mund të jenë ambiente ilegale të cilat operojnë në zonat të caktuara. Pra nuk janë operator biznesi të cilët kanë të vetë deklaruar. Por ju ka rëndësi që të jetë i deklaruar biznesi, ndryshe ju nuk e kontrolloni dot se nuk keni fuqi ligjore ta bëni. Jo se nuk kemi fuqi ligjore, sepse institucionet shtetërore, ne e bëjmë, autoritetet shtetërore e bëjnë. Sa ato dalin në treg, ato shiten. Por kur ne nuk e kemi informacionin e përshtatshëm, informacionin e dur, ne nuk mund. Prandaj kërkojmë bashkëpunimin, ndërgjegjësimin me konsumatorin, me qytetarin, me gjithta që kanë këto informacionet na i vënë dispozicion me aq sa të mundin dhe ne të bashkëndojmë punën tonë ndërinstitucionale, AKU-ja nga një ranë, institucionet e shtetit, policia shtetërore, krimi ekonomik, takstatimet dhe gjitha institucionet së bashku që të mund të bllokojmë, të minimizojmë sa të mundemi. Nesër do ta kontrolloni zonën e Paskuqanit? Sigurisht. Çfarë mund të shkaktojë në shëndet një kos frutash i skaduar? Helmimi në çgrad. Unë e thash dhe pak më parë, ajo është varet nga shkalla e tolerancës të organizmit, nga imuniteti i vetë organizmit, por gjithsesi të gjitha produktet, dhe sidomos produktet me bazë shtazore, me bazë qumshin, janë shumë herë më të rrezikshme se sa produktet e tjera, po them orizi apo makarona apo produktet e tjera që këto kanë në procedurën e tyre, pasi kalon afati i skadencës, pavarësisht nga pjesa tjetër që tha zotëria për problemin që nuk kanë vlerat ushqyese, por përveç që nuk kanë vlerat ushqyese, ato vërtet janë shumë të dëmshme për organizmin dhe kryesisht shkaktojnë diare, bark të vjella zakonisht në këto lloj intoksikacionesh mbillen feqet e tyre për të parë, domethënë koprokultura që i quajmë ne, për të parë se çfarë mikrobi mund të ketë pasur. Zakonisht për këto produktet është Escherichia coli ose salmonellat, sidomos produktet e mishit, të cilat japin intoksikacione mjaft të rënda, sepse toksinat e tyre janë mjaft të rrezikshme dhe thash nga toleranca e organizmit, ato bëhen akoma edhe më agresive kur vjen puna. Megjithatë në kuadrin ligjor që ne kemi apo edhe
në raportet që kemi me subjektet, ne si shëndet publik, në një farë mënyre kemi pjesën e profilaksisë që bëjmë mbrojtjen e konsumatorit, pikërisht duke bërë kontrollet. Ne kryesisht e bëjmë atje kur ne kemi dyshime ose kemi ankesa nga komuniteti, sepse shpesh herë na vin ankesa me shkrim, jo me ndonjë numër direkt siç mund ta kenë në këtë AKU-s, por janë të depozituara me shkrim dhe ne për një herë ngrejmë grupin e punës, i cili ka në brendësi të tij mjek, higjienist, epidemiolog, të cilët shkojnë dhe bëjnë verifikimin në vend. Ndoshta për këto që dëgjova tani, ne jemi të informuar, por nuk është pjesë e jona që domethënë të shkojmë pa i parë këto, ose pa e pasur shkakun, si me thënë. Në momentin që këto dëgjojmë, ne shkojmë, bëjmë pjesën tonë, monitorimin tonë, kushtet higjienike të cilat kanë shumë rëndësi në ruajtjen e këtyre produkteve, sepse një kusht jo i mirë higienik në të cilin ruhet ky produkt është përsëri një faktor shumë i rëndësishëm që këtyre mund t'ju japë atë prishjen e produktit. Sidomos tash dhe njerë produktet që kanë të bëjnë me bazë qumshin apo produktet e mishit. Në një vit, po them, ne kemi pasur të pakta rastet e intoksikacionit, mund të kenë qenë 2-3 në Tiranën, dhe besoj që në tërë këtë popullsi që ka Tirana, ato jo se nuk janë të konsiderueshme, por nuk janë një sasi e tillë që të jenë problematike, sepse gjithsesi sëmundshmëria ka raportet e veta, ka përqindjet e veta në bazë të numrit të popullsisë. Ato kanë qenë të pakta, megjithatë edhe ato pak që kanë qenë, ne kemi marrë masat e duhura që në momentin që kemi marrë informacionin nga poliklinikat apo nga spitalet ku këta persona janë paraqitur, kemi shkuar direkt në vend, kemi bërë hetimin epidemiologjik në vendin ku këto kanë ngrënë ose ndonjëherë janë dhe individuale nga produktet që kanë në shtëpi. Por gjithsesi ne bëjmë atë hetimin tonë epidemiologjik për të nxjerrë shkaktarin se nga se ka ardhur kjo patologji. Nuk ka pasur raste, domethënë drastike të thuash ose raste vdekjesh, sigurisht kanë qenë raste të lehta që të cilat kanë marrë atë perfuzionet e duhura ose mjekimin e duhur në momentin e parë dhe pastaj janë larguar në shtëpi, sigurisht duke u futur në të gjithë kuadrin e analizave që i përkasin këtyre lloj intoksikacioneve. O zoti Stafa? Unë duhet të falenderoj qytetaren konsumatore, që do të thosë edhe tashmë edhe konsumatori shqiptar, e ka vullnetin, e ka guximin dhe ka besueshmërinë tek struktura shtetërore për të denoncuar në mënyrë publike. Dhe ju bëj thirrje të gjithë konsumatorëve, kushdo qofshin në Tiranë apo në rrethet e tjera, kur ato kanë dyshime për produktin, natyrisht duhet marrë një faturë përkatëse të blerjes së mallit dhe menjëherë në strukturat më të afërta të autoritetit kombëtar të ushqimit, që janë në të gjitha rrethet, në numrin e gjel në 12 prefekturat, në të gjitha rrethet ka inspektor përkatës, inspektorin veterinar, sepse çdo bashki dhe komunë ka një inspektor i cili paguhet nga taksat e këtyre qytetarëve, në fjalë, menjëherë mund të bëjnë derancimin. Dhe në rastin konkret paralelisht, sapo të vjen informacionin, dyshimin e parë që kanë tek komuniteti ku ato jetojnë ose ku kapin një produkt i cili dyshohet si nuk është produkt i rregullt, menjëherë mund të denoncojnë edhe tek zyra konsumatorëve, siç po bëjmë për ditë. Megjithatë, se kam shumë njerëz që më shkruajnë në këto momente, po përpara se të referoj atë që ata deklarojnë, dua që përmes këtij inserti që do ndjekim së bashku të kuptojmë se sa besim kanë realisht qytetarët tek instancat tona përgjegjëse, sa kanë besim pasi kanë bërë një denoncim. Ndiqni këto intervista që ka arritur të marrë kolegja ime Ola Mitre dhe rikthehemi në studio dhe referojmë edhe rastet që po bëhen publike tani në faqen e emisionit Njerëz në Fokus. A ka patur raste kur jeni ndeshur në market me ushqime të skaduara? Jo, sinqerisht, nuk e kam. Si do kishit reaguar nëse do kishit një rast të tillë? O thjesht do kisha treguar, tani ndodhin dhe këto incidente, nuk është se... Keni besim te kontrollet që ushtron autoriteti kombëtar i ushqimit? Po ndonjëherë dhe duhet i kontrollojmë vetë. Kështu që besoj se jemi gjithmonë, edhe mund të ndodhin, kështu. Domethënë, jo gjithmonë duhet ta lëmë në dorë të shtetit. Jo gjithmonë, edhe vetë duhet jemi gjithmonë kujdesshëm. A ka patur raste kur keni hasur me ushqime të skaduara nëpër dyqane? Jo, konkretisht jo, s'kam patur raste, po fjalë ka shumë. Si do kishit reaguar? Si mund të reagojë një shqiptar në këto raste? Do denonconit në strukturat përkatëse? Po nuk e di, varet nga temperamenti që mund të ketë pasur, kështu që... Keni besim tek kontrollet që ushtron autoriteti kombëtar i ushqimit? Me dyshime jam. Ne gjithë jetën ushqime skaduar kemi 20 vjet. Jo 20, po 24. Vin ushqimet nëpër magazina, ndrojnë data skadencës. Ato pastrojnë mallin ande, na e sjellin ne këtej.
Kështu që kotu shkëpun se ky shtet s'ështu e vramenin për ne. As na kanë lisë fare. Keni besim tek kontrollet që ushtron autoriteti kombëtar? Në mënyrë fare, absolutisht, tek asnjë. Unë nuk e di, se ato i ndrojnë etiketat, kush e merr vesh? Merr vesh njeri, po e bëjmë planin për para, ato janë më të mençëm, se do dalim ne më të mençëm. Si do reagonit nëse do gjenit një ushqim që kishte datë skadence? Do ja ktheje se tjetër gjë, a mund të bësh tjetër gjë? Nuk do drejtohesh tek strukturat përkatëse? Nuk gje, në asë një vend nuk gje reagim të duhur. Keni besim tek kontrollet që ushtron autoriteti kombëtar i ushqimit? Edhe po edhe jo, jo plotësisht, se ka hile gjithandej. Kush të marri më shumë, kush të vjedhi më shumë, s'ka. Se mos ka regull, jo, asi gjë. Rallë herë, jo, se s'kam pas në herë në rast të tillë që në marketet ketë s'ka duke. Ato duken kontrolluar që të ketë parasysh se çfarë date skadence kanë. Janë subjekte tjera që kontrollojnë. Unë për vetes s'ka në rasti. Si do reagonit nëse do hasni në një rast të tillë? Do merja mallin, do ja jepja shitësit në mënyrë që të vepronte që ato malla që ka të skaduar të veprojë dhe t'i ndrojë, siç bëhet, por janë kontrollet përkatëse që i bën këto punë. Ne si blerës duam mall cilësor, por janë subjekte tjera që kontrollojnë. Keni besim tek kontrollet që ushtron autoriteti kombëtar i ushqimit? Sinqerisht themi jo dhe shumë. Të them drejtën jo, s'kam asur. Si do kishit reaguar nëse do kishit një rast të tillë? Normal, nëse do kisha bler produktin, gjë e duhur do ta ktheja. Nuk do denonconi tek strukturat përkatëse? S'festaj, kupton, nuk za bëja është madhe, kupton? Keni besim tek kontrollet që ushtron autoriteti kombëtar i ushqimit? Jo dha shumë, sinqerisht. Jo, nuk kam gjetë, ja. Si do kishit reaguar nëse do kishit parë një produkt të skaduar? Unë dhe bëj letrë shëndetësisë. Me kuptimin e llafës me drejtësi, jo bashku. Se ushqimet janë elmius, kjo se janë të skadume, ose ka ardhë data e skadencës, se kam data ato, se kam lexuar ato. Keni besim tek kontrollet që ushtron autoriteti kombëtar i ushqimit? Nuk bëhet kontroll fare. Një rast kur ke hasur ushqime të skaduara në dyqan? Pam. Si ke reaguar në ato momente? Kisha shumë frika që mendoja se ja kisha dhënë motrës. Edhe pata shumë frikë. Shkuam e vizituam në spital, tha i doktorri nuk ka gjë. Kështu përgjigjen qytetarët. Shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në pjesën e fundit e emisionit.